Gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar ka konfirmuar masën e sigurisë arrest me burg për ish-ministrin shëndetësisë Ilir Beqaj. Vendimi i dhënë nga gjyqtarja Miliana Muça lë në fuqi masën e caktuar më herët nga gjykata e posaçme shkallës së parë, duke rrëzuar ankimimin e Beqajt për ndryshimin e saj. Ish-ministri kishte kërkuar zëvendësimin e arrestit me burg në një masë më të butë sigurie, duke propozuar vendosjen e një garancie pasurore prej 2 milion lekësh ose një vlerë tjetër të përcaktuar nga gjykata. Në argumentin e tij, mbrojtja u referua edhe praktikës së unifikuar të gjykatës së lartë për masën e sigurisë arrest me burg, por apeli i posaçëm vendosi të mos ndryshojë masën ekzistuese, duke lënë Beqajin në qeli gjatë vijimit të procedurave gjyqësore. Ish-ministri u arrestua me 4 korrik 2024 me urdhër të SPAK në kuadër të hetimeve për Agjencinë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës së SPAK. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë kohës kur drejtonte këtë institucion, Beqaj dyshohet se ka favorizuar procedura fiktive, progurimi për projekte të lidhura me EUSAIR gjatë vitit 2022-2023, ku fondet publike sipas akuzës janë përfituar në mënyrë palishme përmes subjekteve të lidhura me skemën. Për ish-ministrin rëndojnë akuza mes tyre korrupsion pasiv, shkelje të barazisë në tendera, falsifikim dokumentash, mashtrim dhe fshehje pasurie. Beqaj i ka kundërshtuar akuzat, ndërsa çështja vijon të jetë në proces hetimi dhe gjykimi.